Pret, me leshja, qika ma e mirë, këtë dynja pret. Që? Që me leshja? E bukur këka. A këka e bukur me leshja? E bukur këka po. Allah e bukur me leshja po, që këka pa lesh këto. Po unë e mirëna me entertainment artist. Këshire entertainment artist. Ja, vëlla, une Inter Habibe gazetarja për shumen. Po dënë më ardhani. Pse? Se di pse. Është i dashurën Kosovë. I dashurën Kosovë dhe kjo, a bashkjetan? Nuk e di. Feja ka merën për parema. Ju jeni? Fuat Hoxha. Fuat. Nga je Fuat? Unë jem nga komuna Fushësovës, po jetë në Australi. Kështë në Australi jetën? Fuat, çfarë flati veror të përunin Kosovën e ftofur, sepse në Australi tash është 40 gradë temperatura. Po problemi është se 6 vite s'kam qenë kënej, tash kam marrë pak ftofës. Do me thonë që 6 vite jenë zetë. Që 6 vite në zetë. Je i martum? Jo. Seriosisht? Fuat ata gjojni nuse. Babaj Miradia i ka dë qika që si ka kushi. E ka me leshen, e ka hanëm shajn edhe së bahat. Ja, nuk më duhen. Me leshja onën e enë? Ja, Se? Se së më pëlqej. Thjesht kam qef me nejtë single. Ti se ke po shkasht. Prit ta kalzaj me leshen. Prit se i kam sëret. Prit. Me leshja. Qika ma e mirë. Këtë dynja prit. Që? Që me leshja? E bukur këka. A këka e bukur me leshja? E bukur këka po. Allah e bukur me leshja po, që këka pa lesh këto. Problemi është edhe bora është e bukur, po kur të prekër shumë e ftof. Do të më kanë zjarmë për me ftof borën me bë ujë. Ja, po problemi është që nuk e me intereson. 6 vite që kanë Kosovë. Qka të kishë marrë mali mas shumë? Për familjen, mas shumë të për familjen dhe për vendit tem. Me ka jeton atje? Unë jetoj me girlfriendën. Me ka? Girlfriend, si thoni me femën. Girlfriend? Po t'ja thove s'jam mi martu? Po si mi martu unë, bashkëtes. Bashkëtes! Këto bashkëtesat do të kanë bërë shumë interesant, Po ma mirë një ashtë është. Deri sa vite ke mendu me bë bashkëtes? Deri sa të shkru zoti ma. Deri sa të shkru zoti ma? E shoki është i martum? Shoki, se ti single është, diri është. Single? Single. A ki mja gjetë një femën në Australi? Nuk po dënë më ardhani. Pse? Se di pse, është i dashurën Kosovë. I dashurën Kosovë dhe kjo, a bashkjetan? Nuk e di. Feja ka merën për parema. Çfarë mesazhi kështë dhënë gjithë njerëzve? Më thëmë të tonë në rinis, të rinë Kosovë, se është vendi ma i bukrin në botë. Atje në Australi me çka mirësh? Po unë e mirëna me entertainment artist. Këshire entertainment artist. Ja, vëlla, une Inter Habibe gazetarja për shumen. Sa ka qenë e vështirë mu inkuadru? Me thonë drejten nuk ka qenë e vështirë, shkoki se kam jetu edhe në Suedi, kam në Suedi, kam ikë në Australi, shkoki që valdi pëlqy veni, dhe jetesa shumë është e mirë, dhe ke mundësi ma shumë se në Evropë atje. Po mënoj në Evropë, në Suedi. Ke mundësi ma shumë se sa në Suedi në Evropë, me mu avancu për shumë me jetu, me pos punë të mirë, me pos biznese, t'jepin shumë mundësit ma shumë. A kjo dheshtë e herë i biznes? Po, biznesin i të temë artist, kam mu dheqë për shumë diskotekat. Seriosisht? Sa ka në fshirë? është vështirë, du të kesh menaxhim, të kesh personat seriozisht që merren me këtë punë dhe t'jenë taftë. S'mojmë të shupa të bëve një pytje. Nuk është me spec, po është pytja është kështo me farfaron. Jo më bashkjetis keni fmi? Kam me ish bashkërtin, 2 fmi. Okej. Ngam, pytjen e kam me spec.
Atë përqen dasmat? Me thonë drejten, ndoshta të pëlqej normal. Okej. A shkon, pse nuk shkon një skelet ndarësëm? Po, me thonë drejten nuk e di. Seriozisht? Se di. Para mendoj vjetin. Po ne dikuj këtë pyetje A di pse shkon skeleti ndarësëm? Se s'ka zemër. Nuk e di për këto, se di. Seriozisht? Po s'ka skeleti zemër. Po për zotin nuk e di. A ke para e skelet me flok shvenirata? Jo s'ka po. Jo se s'ka skeleti flok. Ta zemrën, se je shok i përparimit, e unë desha më të ngusë pak. E cara. Trujt zoti, e ju të dashur me që rini me neve, sepse gjonat e bukra i sjellën veç na, Kosova Info ju informon për çdo gjë.